Në këtë edicion do të ndiqni. Nata e zjarreve përmbyll aktivitetet të shënuara në ndërrim të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ende nuk ka zgjidhje për vendosjet semaforëve te kryqëzimi i rrugëve Bujar Roka e Ymer Pula. Qytetarë të shumë morën pjesë në shugurimin e kishës së fshatit Janosh. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Sot përfundon manifestimi gjithpopullor në kujtim dhe nderim të epopesë së lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe heroizmit të komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe gjithë të rënëve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Aktivitetet të shumta janë shënuar në nderim të këtij përvjetori, ndërsa ato mbyllën në sonte me ndjezjen e plakadanëve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Edhe këtë vit, në datat 5, 6 dhe 7 mars, u përkujtuan familja Jashari, në krye me komandantin legjendar Adem Jashari, për sakrificën sublime në luftën për liri e pavarësitë të Kosovës. 27 vjet nga epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dëshmojnë përpjekjet e vazhdueshme në mbrojtjen e Kosovës. Dita e sotme shënon fundin e manifestimeve për këtë vit. Në ora 19 do të bëhet ndezja e flakadanëve në 7 rajonet e Republikës së Kosovës për të vazhduar me natën e zjarreve në Prekaz, që do të përmbyllet me programin artistik në sheshin Adem Jashari në Prekaz. Nata e zjarreve konsiderohet një rit tradicional për të nderuar dhe përkujtuar për herë dëshmorët të rënë në të gjitha trojet. Riti i ndezjes së flakadanëve në Prekaz simbolizon përhapjen e zjarreve të pushkës së pari të komandantit legjendar Adem Jashari dhe pastaj të gjithë dëshmorëve të tjerë. Ky manifestim është titulluar Nata e zjarreve, sepse është shtrirja e flakës së zjarrit në të gjithë vendin. Me 3 ditë të planifikuara, sonte përmbyllen aktivitetet në shënim të 5, 6 dhe 7 marsit, në nderim të epopesë së UÇK-s, ditë të veçanta kur kujtohen më së shumti ata që kontribuan në çlirimin e Kosovës, sepse marsi është i shqiptarëve. Ndryshojmë temë të informacionit, procesi numërimit të votave tashmë ka përfunduar, materiali në vazhdim na njeh me 10 kandidatet nga Gjakova që garuan në lista të ndryshme dhe që arritën të marrin më së shumti vota në qendrat e votimit në Gjakovë. Procesi numërimit të votave tashmë është përmbyllur tërësisht. Në grafikën e më poshtë me gjeni votat e 10 kandidatëve më të votuar nga Gjakova, të cilët kanë qenë pjesë të listave të partive të ndryshme politike. Rezultatet përfshin të dhëna nga qendrat e votimit brenda qytetit si dhe fshatrave të komunës së Gjakovës. E para renditet Mimoza Kusari Lila nga lëvizja vetëvendosje, e cila në qytet mori 8.494 vota, në fshatra 1.426 vota dhe gjithsej grumbulloi 9.920 vota. Agon Batusha, po nga lëvizja vetëvendosje renditet i dyti, i cili në qytet mori 7.404 vota, në fshatra 1.312 vota dhe gjithsej grumbulloi 8.716 vota. I treti renditet Agon Dobruna, po nga lëvizja vetëvendosje, i cili në qytet mori 6.759 vota, në fshatra 424 vota dhe gjithsej grumbulloi 7.183 vota. E katërta me radhë është Arbëria Nagavci, po nga lëvizja vetëvendosje, e cila në qytet mori 6.112 vota, në fshatra 416 vota dhe gjithsej grumbulloi 6.528 vota. Po nga lëvizja vetëvendosje, Ardian Gola renditet i pesti, i cili në qytet mori 5.808 vota, në fshatra 655 vota dhe gjithsej grumbulloi 6.463 vota. E gjashta renditet Artane Rizvanoli Berisha, po nga lëvizja vetëvendosje, e cila në qytet mori 5.961 vota, në fshatra 377 vota dhe gjithsej grumbulloi 6.338 vota. Po nga lëvizja vetëvendosje, Dafina Gegja Bunjaku renditet e shtata, e cila në qytet mori 5.672 vota, në fshatra 327 vota dhe gjithsej grumbulloi 5.999 vota.
Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës renditet i teti, i cili në qytet mori 2216 vota, në fshatra 3118 vota dhe gjithsej grumbulloi 5334 vota. Diana Qarkagjia nga Lëvizja Vetëvendosje renditet e nënta, e cila në qytet mori 4475 vota, në fshatra 255 vota dhe gjithsej grumbulloi 4730 vota. I 10 renditet Shëfqet Shehu nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili në qytet mori 1516 vota, në fshatra 1905 vota dhe gjithsej ka grumbulluar 3421 vota. Kryqëzimi i rrugëve Ymer Pula Bujaroka tashmë është kthyer në njërin ndër vendet ku më së shpeshti ndodhin aksidente. Pavarësisht këtij fakti, aty ende nuk janë vendosur semaforët e planifikuar me projektin e ndërtimit të rrugës Bujaroka. Kryqëzimi i rrugëve Ymer Pula e Bujaroka tashmë është kthyer në njërin ndër vendet ku më së shpeshti ndodhin aksidente. Në vazhdimsi nga qytetarët është kërkuar një zgjidhje tjetër pas shenjave të komunikacionit, siç do të mund të ishte vendosja e semaforëve apo e rreth rrotullimit. Në përgjigjen e kohëve më parë nga Komuna e Gjakovës, për televizionin patën thënë se vendosja e semaforëve në këtë kryqëzim është e paraparë të bëhet, porse e njëjta do të duhej të ndodhte pas përfundimit të tërësishëm të projektit. Kompania kontraktuar është vënuar jashtëzakonisht në përfundim të projektit, por çka ka marrë vërejtje a është paralajmëruar për shkëputje të kontratës, një përgjigje për të kuptuar zhvillimet në lokacionin e fjale kërkuam edhe sot, por deri në transmetim të materialit nuk arritëm ta sigurojmë. Qytetarë të shumtë marrin pjesë në shugurimin e kishës së fshatit Janosh, nga aty u nderua figura e At Luigjit. Janë nisur në drejtim të kishës së fshatit Janosh të komunës së Gjakovës. Klerik dhe besimtar katolik me në krye i peshkvin e Kosovës Imzot Dot Gjergji janë mbledhur në famullinë e Janoshit për të shuguruar kishën me emrin e At Luigj Palaj. I peshkvi Dot Gjergji tha se kjo ditë është e rëndësishme dhe e mrekullueshme për janoshasit që është duke u shuguruar kisha. Para në viteve ne kena ata kanë ecën drejt vdekjes dhe trishtimit. E ne sot kemi ecën drejt ngadhnimit, drejt këtij momenti gëzimi dhe në liri të plot për të dëshmuar fenë tonë. Don Dominik Kokeli, drejtori i qendrës Don Bosco në Prishtinë, tha se Janoshi ka dhënë martirë të shumtë që kanë kontribuar për identitet kombëtar dhe fe. Është një fshat i cili nuk është i lidhur vetëm me vdekjen e At Luigjit, por në njëjtën kohë në këtë fshat kanë dhënë jetën për të dëshmuar fenë dhe për të mbrojtur identitetin e tyre, edhe njerëz të tjerë, për të përmend 13-vjeçarin Prel Kokeli të vrarë të Këtyrbja Becit, Avdi Lekbibaj të vrarë bashkë me shumë të tjerë. Në kishën e fshatit Janosh u mbajt mesh me rastin e shugurimit të cilën e udhëhoqi Imzot Dot Gjergji. Pater Luigj Palaj është lëmturuar nga Papan e Vatikan, ndërsa është vrarë në Janosh në vitin 1913 nga forcat pushtuese malazeze, ku ai nuk ishte pranuar të ndërroj fenë dhe identitetin kombëtar. Ragib Ballata ka kontribuar mbi 40 vite si mësues i shumë brezave në Gjakova. I thotë se pavarësisht vështirësive të shumta, angazhimi është shpërblyer me suksese të nxënësve. Ragib Ballata, një mësues me mbi 40 vite përvojë, rikujton me emocione ditët e tij të para si mësues në ditën e 7 marsit. Ai ndon kujtimen nga momentet e para të mësimdhënies, një përzierje emocionesh nga gëzimi deri te ndjenja e përgjegjësisë së madhe. Lidhje me ditët e para të punës në arsim, mund të thëmë se janë ditë të paharrueshme, ditët kur jam pranuar në shkollën fillore e Mindoraku. Kjo ishte viti 1969, në shtator të ati viti. Ishte një kolektiv kompleks, sepse shkolla Mindoraku, si që dihet, ka qenë shkolla e vetme në komunë që i konë në të dy gjuhët, mësimi është mbajt në të dy gjuhët, kështu që
ishte si më thonë, një punë e veçantë në krahasim me shkollat tjera, me punu në atë shkollë, sepse duhej me qenë ma i përgatitur, ma i matur, me sjellje, me veprime, me pune, me angazhime. Jo vetëm gëzim dhe përgjegjësi, por ai na tregoi edhe për sfidat me të cilat janë përballur në atë kohë, kur ishin në udhëheqjen e një drejtori serb, dhe jo vetëm, por edhe koha kur ai lëshoi shtëpinë e tij për mësim. Në atë shkollë, për hir të strategjisë atërshme të komunës, po edhe në nivelit Kosovës, gjithnjë duhej të kishte një lloj për pjesëmarrje edhe të komunitetit serb, kështu që e vetmja shkollë kishte drejtorin serb. Dhe si situatë e tillë, për ne, si më thonë sa që punojshim në atë shkollë, duhej me qenë ma të kujdesshëm, ma të angazhuar, po, në mënyrë që mes me jap hapësirë me qenë ne shkas i ndonjë problemi, se në atë kohë natyrisht që ishin rrethana tjera, domethënë, në krahasim me ditët e sotme. Shtëpinë e kam liru për nxënësat e gjimnazit, diku në vitin 1992, 3, aq saktë nuk e di, po 92-shin, 3-shin, po gjimnazi ka dhënë mësim Muhamet Rogova, gjuhën shqipe, po mandej një Farisa Zajmi, kem duket biologji, kanë marrë mësim. Kushtet janë të pavarshme, mundësitë janë të mëdha dhe gjithçka që ju duhet është përkushtimi dhe dëshira për të mësuar, ndaj mos humni kohë. Shfrytëzojeni këtë mundësi që keni, sepse ardhmja është në duart tuaja, u shpreh mes tjerash mësuesi Ballata. Në bibliotekën Ibrahim Rugova në Gjakov sot është mbajtur akademi përkujtimore për pedagogun dhe veprimtarin Tom Gjokaj. Të ndjekim një përmbledhje të diskutimeve nga kjo akademi. Sot është mbajtur akademi përkujtimore për nder të pedagogut dhe veprimtarit Tom Gjokaj. Ai është përkujtuar me 7 mars ditën e mësuesit në bibliotekën Ibrahim Rugova nga pjesëmarrës të shumtë nga vendet shqiptare për kontributin e tij. Angel Berisha, shkrimtar, tha se është nder që për veprimtarin dhe mësuesin i cili kreu shkollën në Gjakov të mbajnë këtë akademi. Eliria vërtet ka emër, por ka shumë emra. Ka emra, personalitete edhe ka sakrificën. Besoj që fryma kombëtare që ka ndjekur vetë Toma, atëherë meriton që këtu në Gjakov, në Kosovë, pse në Gjakov? Nëse dikush do më bëj pyetje pse në Gjakov? Erdhi nga Malësia, nga Trijeshi, Malësia madhe, dhe në Gjakov mori mësimet e para normale bashkë me vllajën Zefin që janë të pranishëm, dhe jo vetëm këta. Palcanaj nga forumi i intelektualëve Lojz Gorakuqi në Knin tha se Tom Gjokaj ishte një nga pishtarët e ndriçimit të mendjes, i cili duhet të përkujtohet në këtë ditë. Një prej pishtarëve të përhapjes së dritës dhe ndriçimit të mendjes përmes arsimit ishte edhe mësuesi dhe veprimtari Tom Gjokaj, figurën e të cilit po përkujtojmë sot. Të dhënat e studiosëve, të cilët merren me ndriçimin e figurës së Tom Gjokajt, pohojnë se ky intelektual shquhej me veprimtarinë e tij patriotike në vendlindje dhe çdo kund ku punon të ndodhej. Ndërsa pas largimit nga vendlindja, dëshmohet me veprimtari të dalluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili përmes aktivitetit të tij të parreshtur ka dhënë një kontribut të rëndësishëm lidhur me aspiratat për lirinë e Kosovës dhe për çështën shqiptare në përgjithësi. Shkrimtari Prend Buzhala tha disa fjalë për jetën dhe biografinë e Tom Gjokajt. Me anë të kësaj akademie përkujtimore që i kushton mësuesit, veprimtarit dhe ardentarit Tom Gjokaj, tu përmend lirin për Ministrinë e Shkollës 47 Mozhec të Jeshit Malësis, ku i mori edhe mësimet e para, kurse shkollën normale para ka kryer në Gjakov, ndërsa studimet universitare ka ndjekur në Universitetin e Prishtinës. Tom Gjokaj u vra nga shërbimet antishqiptare me 1991 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët në atë kohë vetëm kishin shtrirë për ndjekjet dhe vrasjet edhe përtej Atlantikut. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim.
Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 1 deri në 18 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 1 deri në 19 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranat e me diell. E diela do të karakterizohet nga moti me diell, me temperatura që do variojnë nga 2 deri në 20 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të mbizotrojë moti vranat e me diell, me temperatura që do lëvizin nga 6 deri në 19 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti vranat e merreshi shiu, me temperatura që do lëvizin nga 8 deri në 16 gradë Celsius. Moti vranat e merreshi shiu parashihet edhe gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura 7 deri në 17 gradë Celsius. Për të enjtën parashihet mot me diell e vranësira të kopas koshme, me temperatura që do variojnë nga 7 deri në 18 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Nata e zjarreve përmbyll aktivitetet të shënuara në ndërrim të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ende nuk ka zgjidhje për vendosjet semaforëve te kryqëzimi i rrugëve Bujar Roka e Ymer Pula. Qytetarë të shumë morën pjesë në shugurimin e kishës së fshatit Janosh. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.